Ja ku jemi pra bashkë, tani është kohë se bashkë bisedojmë me musafirin tim të radhës, me mua këtu afër kam nderin ta kem Jeta Zagrazin, e cila është sipërmarrëse, dhe do të flasim për rrugtimin e saj në biznes dhe jo vetëm. Do të na tregoj pak a shumë edhe jetën si nan mbi të gjitha, edhe të qenëri drejtorish e 1, 2, 3 bizneseve tashmë të cilat do t'i diskutojmë së bashku në vazhdim. Jeta, mirë se vjen. Mirë se gjeta të rojtë, faleminderit për ftesën. Faleminderit që je këtu, si do të hanë tjetër, do të flasim për sukseset e grave në përgjithësi, në këtë rast ti je sot në atë pozit, do të na ecësh pak në rrugtimin tënd profesional dhe jo vetëm, po do të themi shumë rapa në kohë fillimisht. Ka qenë dëshirë e jetës, apo thjesht e ke menduar ndonjëherë se do të jesh në këtë pozitë ku je sot? Mendoj që është shumë e vështirë kështu kur të mendojsh jetën përpara, sidomos prej mendjes një 7 vjeqari, besojmë se ma vonë 15 vjeqari, po edhe 20 kur të fillojsh me studiu. Nështë pse unë jam rrit pak me një mindset edhe me një familje që thonë du të me bo ma shumë, du të me ditë ma shumë, nuk në halon kështu fort me i marë kratë në kohët e hershme që me pas nështë ambicie shumë ndoja, pa e mbështet me punë të përditshme që ajo ai rrugtimi kështu me t'u zbulu edhe me t'u bo ma i qartë t'u shku në për ta. Me gjithat mendoj që kur të këshësh kështu retrospektivisht, mund është ma let me i lidh ikat, se qka ka ndodhë, se qysh e ke ndërtu këtë rrugë, edhe unë tash veç më me thonë, normalisht që atëherë nuk e kom ditë, dhe sigurisht në atë kohë nuk e kom dëshiru, po e përmendi kështu se mendoj që, unë mendoj që çdo punë është e ndershme, kur është puna, edhe në është punë e ndershme, është punë e mirë, dhe duhet me folë, por në kohë që jemi rritë, gjenerata jonë, unë kom fillu me punu shumë e reja, atëherë në një dyqan ushqimor që e ka pas familja, kur i kanë qitë prej punave të shtetit e kështu, edhe si 7 vjeqarën kom palu mall aty, kom punu në argë diqka e kështu, dhe atëherë nuk u konë ajo punë e dëshirushme, nuk u konë diqka që bëne ndërmarsin, as nuk kena mujt me pasi koncept ma, shumë thonë, ma të përparimtare dhe diqka që mund është me bo me qato aftësinë është ta që për indërtan në atë ko, po sikur diçka që duhet me u bo për me qitë ushqem të avalin. Me jetu. Me jetu, me vazhdua. Mirë po, më tutje, nështë ta që e dëshira që thonë me bo diçka pak ma shumë, sikur kur nuk më kanë mjaftu as veç detyrat e shkollës, gjithja mundu me u angazhu me një aktivitet ba mërës dikon, me naj udhëhetësit shkollës ose diçka të tillë që tani me kur kom fillu, vish me punu, kom fillu shumë herët, me tërkun kom studiu në Universitet Amerikan Prishtinë, mirë po prej semestri 2 aty, vish kom fillu me punu që aty në bibliotekë të shkollës, mas një praktik, tani vish me njerë kom marrë punën e parë part-time, po jam të folë prej 18 vjetë. Edhe s'është nështë ta shumë, po ajo asnjëherë nuk e kom po atë përshkrimin e detyrave, sikur që ajo është teritori jam, po ke qenë hapur edhe po. Detyrat që po ka nevojë, se këtë problemet që i ka mujtë me identifiku për rreth që ka nevojë për një zgjidhje ose për do dur për më marrë me ta, unë gjithmonë i kom bo problemet mija një farë mënyre. Edhe kështu që me thonë tash 18 vjetë ma vonë eksperiencë, unë kom themelu tash kompanin time dytë mas para 3 vjetëve, pasi që e kemi pas një sukses me shit kompanin e parë që e kom ndërtu me 2 partnera në vitin 2021. Ndërkombëtarisht një kompani teknologji që e kemi rritë shumë prej 5 personave, 95. Me gjitha që janë 2 të fundet, unë thëmë që kom vjedhë zanat prej tjerve, kom mësu prej odhejtëve, prej liderve në Kosovë që janë shumë të suksesshëm, cilët më kanë mësu shumë, më kanë dhonë jashtëzakonisht drejtim shumë të nevojshëm. Po në këto 10 vitet e fundit, 11 po bohen, jam në pozita udhëhecëse edhe rrugtim interesant, por nuk është e mundshme që që nisa në fillim edhe me thonë, po shkaj, unë kom u konë edhe në të 35 vjetë, 36 vjetë, unë kom u konë që aty. Gjithë se cili e kemi një vizion edhe dim që po dojmë me pas një rrugë më të mirë edhe po punojmë për me qenë dikushi, edhe kush mundem me qenë ata mirë po që shtash veç tu e se një pjesë e madhe varet mbrej ambicjes tonde dhe punës që eshten, se kjo besoj shumë shpesh bjen edhe pak në atësit e njerës kur nuk i kanë të harmonizu me ambicjet, ku po dojnë me mri, me sa janë të gatshëm me investu ko edhe mundi edhe me u përballë me sfidat e rrugës,
se asnjë sukses nuk vjen lehtë. Mirë po të bëhet më i natyrshëm edhe çdo problem nga ati problemi tjetër t'jep konfidencë kur e din që po e te i kalon edhe këto edhe atjetrin. Mirë po është shumë më lehtë masanej me u kthy mbrapa me thonë sepse që aty e kom taku një person që ma ka dhonë një libër me lexu, që aty e kom menaxhu këtë projektin, që kom ujtë mos me menaxhu nështë, mirë po e ke bo pak ma ekstra dhe që ashtu bëhet ma i qartë edhe ma i shpejt nështë edhe suksesit e arritja të një cak i suksesit ku e ke qitë. E përmende pak ma herët biznesin e parë, edhe do të ndalemi pikërisht aty. Pa dasht me e pyet, a e ke mendu që do të shesësh tani me u ndërlidh me pyetjen paraprake, gjithsesi, si ka rrjedhur deri tek shitja? Kjo më intereson. Okej. Sepse e tregove që ka filluar me 5 persona dhe është rritur shumë, po si erdhi shitja. Dhe sa ishte e vështirë që të heqësh dorë, po themi praktikisht nga një bebe jotja, fund ditës është bebe ajo, se ti e ke nisë me duar tua, e ke pru deri në atë pikë. Po, dhurat në këtë rast, me të vërtet, puna që ka fillu prej fillimit, ka fillu kështu për një klient, s'pari duhet me thonë, edhe për kënda që synon rrugën e ndërmarrësisë, veç nuk ka biznes të sigurt. Më thonë, të gjithë se të qenit në biznes, gjithë ditë të i përbalesh me rreziqe nga më të ndryshme. Pra, nuk do të thotë që ti me kohë të qenë sa më afër, të ndërtu sa më shumë eksperiencë, sa më shumë kontakte, me njerëz lokalisht, me talent, me klientë të mundshëm, me investitorë tjerë, ato sigurisht i zbut rreziqet, i navigon rreziqet, mirë po rreziqet duhet me i navigu veç në përditshmëri, nuk është që e dinte që pe nisi qëtu se kom e shku në X, po e kemi nisë me synime me të vërtet, shu që sepse ka qenë punë për një klient që kemi identifiku, mirë po na kemi mujtë lirësh mos me emri atje, që të ndërtoj një ekip edhe një platform edhe ata e kanë marë të drejten që me mujtë me na ble në qofë se na dojnë me na ble, në farë mjërë e kështu. Kështu që ashtu ka qenë modeli i transferimit që quhet BOT, Build, Operate and Transfer. Mirë po nuk e kemi mendu, dhe kemi qenë 3 pronar, nuk e kemi mendu për asë një moment, dhe në 6 mujtë e fundit, kërë fillu me folë për atë punë që na kemi me ardhë deri aty. Atë në gjithmonë janë mendu rreziqet që veshen prej ndryshimeve në tregjet ndërkombëtare, edhe vlerësimet kompanive më të mëdha, sa po hupin e po fitojnë ata investorë të mëdhaj që ishin investorë në këto kompani tona. E kështu që ka qenë jashtëzakonisht eksperiencë, sepse megjithatë Kosova nuk është treg aq atraktiv që me nuk blehen e shiten për çdo ditë kompani ndërkombëtarisht të paktën. Ndoshta lokalisht mundet me pas transaksione, mirë po ndërkombëtarisht ka qenë përveç normalisht ajo një farë arritje personale suksesit, një farë krenarie që mujtë me e kriju qatë vlerë prej Kosovës, me njerëz të Kosovës, që me na vlerë një klient Chicago. E të ndishu shukon që ata me po atë nevojen e dëshiren, që me thonë, po du me pas në prënësi që atë kompani në Kosovë, po du me vazhdu me punu me që ata njerëz të Kosovë, që ka qenë jashtëzakonisht edhe kështu, veç krenari pak ma përtej vetë vetës. Edhe për ta fitu besimin. Bi gjitha. Pa tjetër, sidomos në natyrën, unë jam në teknologji, projektet e tona ati nuk, thojmë kështu, në anglisht, nuk mund shmi aloni patatet në zetë në dorë kërkujna, sepse nuk kënë modelet e bizneseve që ashtu zakonisht, po duesh me pas partneritet të qëndrushëm edhe mirëbesim të dyanshëm me klientët tu, sepse jo është ti vazhdimisht në baza mujore i shet diçka, ose ndërprehet bashkëpunimi. Dhe me mujtë me ndërtu që ata, po kjo nuk është punë që bëhet vetë. Ti e ndërton, por nështë si lider, keme ndërtu kulturë, keme i dhonë identitet kompanisë tonë, dhe keme i precizu edhe me e rej për ditë ato vlerat që përdojnë me umishnu njerës tjerë në kompani, mirë po pa talentin e Kosovës, pa njerës të tjerë të cilët e besojnë gjithashtu, na besojnë neve si lider, vizionit, punës, projektit, që ka po bojmë, nuk është punë që bëhet vetë, pra besimi është për një me në thelbë shto të këtyne marrëdhënieve, sepse veç janë shumë kuptim plote dhe zakonisht shumë afat gjate. Në raportet tona, kontratat tona, edhe përsëritën vit mas viti, nuk është diçka që
e kryen shpejt tani. Nëse se ke bo punën më të mirën, s'mundet mi rapi shman. Klienti mundet mi rapi shman e ta ndërprin kontratë. Kështu që ajo ka qenë shumë e rëndësishme është besimi. Ka qenë e dhimshme të heqësh dorë, apo thjesht e ke pasi një dritare për të vazhduar tutje? Unë e thash pak më herët, biznesin tjetër tashmë ti jetë themeluese, drejtuese dhe vazhdon të operoj si që është më mirë. Po gjithsesi është një pjesë, një copë e zemrës që e lën pikërisht tek ajo e para. Po është shumë e vërtet, dhuratë më duket që ka njerë sa më i dhemshëm që t'jetë procesi, dhe sa më shumë, do më thonë, ke shkuti shumë përpara me shumë mundime, i thua, i ka përceva krejt këto dhe po duesh një mënyrë me hek dorë, nuk është që ka qenë lehtë me hek dorë, se megjithatë edhe nga natyra e punës tona, dush me dash profesionin, dush me mishnu me profesionin, se nuk është punë tetosh. Edhe në leadershipi, në kompani, të dheqje e kompanive, nuk është diçka që thu... Nuk ka orare, thjesht. Nuk ka orare, e kryva punën e dola. Mirë po, ajo që dush mu transformu ka njëherë në baza editore dhe si lider, dhe liderët sëtë nuk janë, unë jam lideri me qëtë stelë dhe këta letëm për cjelen, mirë po ti dush me qenë lider si pas situatës, lider si pas për cjellëzve tua, dhe në këndo që e ki dhe me dikon funksionon një model, me dikon një model, mirë po një mënyrë ti duhet me qenë shumë i thyshëm edhe i angazhum që qëshmja bot ashtë qësaj situatës tjetër. Dhe ajo ka qenë pak e dhemshme, gjithsesi, dhe nuk ka qenë as unë pa ta fitu me gjithat e kemi bo një eksperiencë, shumë kontakte në proces, shumë mësipe, shumë eksperiencë e mirë, gjithsesi edhe kapital që e kemi nxerë prej shitjes, mirë po nuk ka qenë me e letë me thonë, s'ka lidhe, sune, dalë në diçka tjetër, po. Tjetër një rrugtem si që ashtu. Mirë po, kemi kuptu pak a shumë që mund vi deri aty, edhe me qëtat ja ka vlejt shumë, edhe nështë të mirat ja kanë mujt qasaj dhe mshuris. Shumë njerës, po edhe une nuk jam lidere pa emocione. I care për njerës që i udheqe për çka po bojmë për ditë shmëri, kështu që normalisht sa më shumë të tilla është pak më e vështirë ndarja. E vërtet. Tani po i nisim pak me vështirësitë që të sjell ky profesion me ndërlidhshmërinë e të qenërit femër. Po, unë ndër vite kështu diqysh e kom marrë si një faroli, kom thonë, une nuk kom e folë për problematika, po kom e dëshmu me punë, edhe kom u bo role model që tjertë me pa që apëshek ku ka e mundshme. Une nuk menaj që jam diçka përveç që punoj shumë, nuk gjithmonë, nuk është a i ku me ti qëfar inteligencë, or naj përparsi. Me gjithat është më rëndësi me pas qatë dedikimin, përkushtimin, me pas qëllimin e marë. Edhe e kemi, sigurisht e kom plëcu edhe me studime në Amerikë edhe me... Po veç me gjithat mësë shumë të me një dedikem kështë të pashoqa, edhe që kjo ka me funksionu. Gjithsesi profesionin teknologji, në zhvillim softverit që jemi ne, ka qenë deri shumë vonë, jashtëzakonisht i dominum prej mashkujve. Si shumica e profesioneve. Absolutisht, si shumica. Na edhe jetojmë në male-dominated society, kështë me gjithat, është shumë e dominume. Mirë po, edhe jo vetëm këto, edhe ndërkombëtarisht, si industri është më e dominume. Mirë po, nuk muj me thonë që ka qenë letë. Sigurisht, është nëse nalë është si njeri, s'po thonë femër nëse mashkull, po si njeri edhe thu vështirë. Nuk të motivan me thonë ka me shty, ka njëra jo gati të dash me ignoru realitetin, sepse ti e din që aty, po vish nuk mirësh me ta, t'jap një farë fuqie që nuk është më rëndësi, vish më duna me vazhdu, sepse që atje e kom cakun. Barirat që dalin shoqnore, pritjet, gjinore, të moshës, të profesionit janë gjithfare, dhe ato nuk janë të neglizhueshme. Në kohë kërë nga më qenë dhe pjesë e kompanive të tjera, lokalisht në Kosovë, e kom ndjekë shu që është dashtë me të vërtet për me mbri rezultatet e shitjes, ku duesh me ju shit personave tjerë në Kosovë, me punu nështë 3 herë më shumë, sepse ka
ka keq kuptime, ka pritje të tjera që nështë nga njëherë mundën edhe me të cenu një farë integriteti personal, po dhe ti veç e den qka ku je njësë, për çka po punon, edhe e shtyn atë, me gjithat unë nisa të thonë që nuk kam preferu asnjëherë me fol, po veç me shërby si model, mirë po nuk mendoj që është shumë edhe me e fol, sepse nuk është kur gjo edhe duhet, në që se unë e te edhe disa tjera jemi më në pozit tash në këtë mosh, jemi më në pozit ku jemi më të pavarëna edhe ku stabiliteti jonë financiar, ose statutin shoqëni, ose diçka nuk varet prej x personave që dojnë me keq kuptu procesin. Na duhet mi u bu krah disa femnave që jenë më të reja, që nështë ta menojnë që është marrë, që nështë ta s'duhet, që thojnë mos unë e bona diçka, pse s'pëm respekton bol, e të tjera. Ka gjithë farë sfida që mund të dalin. Dhe me të vërtet, edhe nështë asë është mirë me i bashkërejt me i njëru. Nuk po thamë të marim bajrakin e vishë të folin për ato gjana, të bojmë punën që është duhet mas shumë ti, mirë po masane edhe me rogë shto baskin në kry, duhet ka njëherë, edhe sepse duhet me req aty ku duhet që veç me pas guximin dhe me dit me gjetë në bështetjen, edhe kur dikush të shë dhe thot, kjo s'po fol ka kur nështë si pas ka ndodh kur gjo as njëherë, pse po ndodh mu, nuk është mirë me të qysh me pikturu që atë realitet që s'është realitet. Mirë po kanë qenë, ka probleme rrugës, sigurisht, menoj që ka përmirësim të jashtëzakonshëm, me gjithat hala edhe ndërkombëtarisht edhe nëse isha edhe lideret në kompani Fortune 500 ose kompanit më të mdhaja në botë, ose tjera, më thonë gratë ekzekutive përbëjnë hala një 15%. Na i kemi edhe do role tjera në shoqëni të cilat janë të pa shmangshme dhe sigurisht na shpërqendrojnë ka njerë dhe dush me qenë shumë gruma e fuqishme për me arrit në, për shembull, në C-level executive në Fortune 500 companies, edhe me pas dëshirën dhe me qenë nanë dhe gru, po thomë, sepse vetëm të qenurit gru nuk do të thotë që e dimna që nga aspekti biologjik ose kemek nuk ka diçka të cilët na lën neve mongi për mos me qenë. Mirë po, funksione tjera ose role tjera në jetë mund të na ngadalsojnë atë sukses profesional. Megjithatë, edhe në Kosovë ka përmirësim të jashtëzakonshëm. Unë më kujtohet që kam pas edhe në kompaninë e kalume, kur kemi qenë shumë më shumë persona, kemi pas diku 50% të stafit femra, 70% të menaxhmentit femra. Edhe këtu tash i kam 70% femra diku, në 60% të menaxhmentit femra. Dhe është për mu krenari, për mandej me ndoj që mos është, nuk du me marrat, se nuk është statistik reprezentuse për krejt Kosovën, as për krejt kompanit në industri, as për të gjitha atë industri, sepse me ndoj që aty ku ka një femën lidere, femna tjera janë shumë më inclined, du me përdo fjallë në anglisht, se s'pon kujtojt, për janë më të motivume nështë me synu atë kompani, sepse ndihen zgjedhjen më të letë për... Edhe vlerësohen është më shumë për parësit, edhe të personalitetit, edhe të vlerave tjera që i sjellin, ose të skill set, të aftësive që i sjellin në kompani, vlerësohen më shumë, në që është edhe një femër dhe ka, në qëtat në vlerësim, ka 2 mindsete. Mirë po ka ndryshu shumë se shohim edhe prej statistikave të sa persona diplomojnë prej këtyne profileve, ose shkojnë me i studiu këto profile. Mirë po përshamu mu më ka dok shumë e dhimshme në një diskutem kështu përpara një event në Girls in ICT që po dikun prell më duket është një avë. Kam qenë folse, edhe përpara neve kemi qenë kështu një 5-6 folse nështë, gjitha ndërmarës e lidere, përpara studentëve, nxënësave të shkollës me Smajl Qemajli, nxënëse, gjitha femra, dhe u pata befasu me pyetjet e nxënësve që njena në një kohë pa thonë, tregojmë qysh me i bind, prindët e mi që edhe one muj me shku në shkollën digitale ose J4 me mësu programim se prindët e mi pe qojnë vish vllaun.
sepse po thonë që ky s'është profesion dhe Për uma femra. pa keni farë përballje kështu me realitetin se megjithatë mendojsha që në Prishtinë, sidomos në shkollën Ismail Qemali, ku domethënë është shumë qendrore në qytet, mund të mos jetë ky mentalitet më i prindërve, po kjo karrierë ta jap kështu ka pak një, atë kështu një shuplag me të kthy me të vërtet ku janë, po ka përmirësim të jashtëzakonshëm. Edhe unë gjithmonë e them, femrat të cilat vazhdojnë me i marrë në punë, nuk është për diskriminim pozitiv. Femrat që janë zhvilluese, për shembull të softverit, janë jashtëzakonisht kanë përkushtimin e jashtëzakonshëm, e kanë vëmendjen në detaje, kodi i tyre është ndoshta më i pastër, me më pak gabime, kështu bugs të softverit. Edhe ka një fal lojaliteti gjithashtu që është ndoshta më shpesh më i shprehur, edhe më në afat të gjatë, lojaliteti është një farë investimi edhe në vetvete që ti me përparu në qatë kompanisë sa veç me i ndryshu punë që veç ka fillu me u denu ndoshta kështu, sepse është mirë me pas mundësine si kompani me llogaritë, me thonë në njerëz. Po ndryshon realitet për të mirë, kështu që mendoj që jemi në rrugë të mirë, do të mi gëzu sukseset dhe ato që ka përmirësimet që po ndodhen, edhe me vazhdu me përmirësu procesin rrugës sa të mujmë ku të mujmë. Po ndalemi tek pjesa, se po na e bie si pyetje përgjigje, po gjithsesi, po kalojmë te pjesa e të qenurit nën dhe drejtoresh në të njëjtën kohë. Po e them drejtoresh për mos të thënë CEO në gjuhën angleze. E ti, përpara se të fillojmë, për shikuesit, ti ma treguve një pyetje që të është bërë dhe jo në Kosovë, të është bërë edhe në për vendet ku ti vazhdon të jesh pjesë, e ke rutinë udhëtime të shumta. Po pendoja atëherë edhe këtë dhe me shikues të juaj në nëntor, u zgjedhan si 45 lidert e Evropës nën 45 vjetë. Edhe na ftun të gjithëve në Zvicër, në Lucern, është atje një takim vjetor që ma një vjetë, po dhe mandej pjesë e një farë bootcamp për me bo disa zgjidhje biznesore. Kështu. Dhe ishim do më thonë persona nga krejt Evropa, më spaku Ballkanit, 2-3 veta kemi qenë prej Ballkanit. Do më thonë vendet nordike, Gjermanie, Spanjë, Portugalie, gjitha. Dhe unë isha, po mendoj, nështë kemi qenë diku më duket 55% femra, po unë isha e femna e dytë, që isha nanë dhe isha aty. Dhe pse të tjerat edhe nuk ishin shumë të reja, për shembull. Ishin në moshë më të... Ishin në moshë, do me thonë, parafërsisht prej 28-9 vjetë deri në 45. Më thonë, ishin në moshë që mund të pritet, është e natyrshme që t'jenë edhe femra, mirë po, në ndërkohë mas ju familjarizum pak me njëri tjetrin edhe krytëm punë ato në 3 ditëshin që ishin bashkë, ndaras prej 3 femnave të ndryshme. Njena vajzë në faktikisht pas ka qenë prej Bosnjës, po me bazë në Gjermani, që jetojke në Gjermani, një tjetër norvegjeze, një tjetër spanjolle, po më vim për më thonë, qysh për mund është me abo, qysh mund është me qenë CEO dhe drejtoreshe dhe non, sepse une po frigohem që në qofë se une i hi ati rrugtime që nuk do të promovohen, nuk kanë me majtë në punë, nuk kanë me mujtë me i realizu ambicjet e mija profesionale. Edhe unë shumë me sinceritet se nuk du kërkujna me abo që kjo është punë shumë e letë, edhe normali është mu shumë letë, se nuk është punë e letë, rritja fëmive, pas fëmi, me po kompromisin martesor një farë mënyrë edhe me përgjet partneritetin e duhun në martes, nuk janë vendimet leta, nështë janë prej vendimeve më të rëndësishme njëtë. Jetës, në vërtet. Aty e ki shtyllën, kurizin, edhe një farë mënyrë, ti për ato aj për ty, nuk është e një anshme, po. Mirë po, unë gjithë mund thëmë që në qufë se danë edhe du të me vazhdu, për një me të duhet një sistem supporti. Edhe ajo fillan për mu, është me pas një burë shumë partner, që edhe aji ka bizniset e veta, edhe aji udhëton shumë, edhe unë kam udhëtimet, jashtë gjithë mujtë pak të një me një vend tjetër. Mirë po e kemi gjetë një gjuhë edhe një kombinim ku mirëm i vesh, kush kur ka me udhëtu dhe që ka përbojmë, ape marim Marsin, që i ka 2 vjetë tash me vete, është njeni. Gjithashtu jemi shumë e fati, kemi një dado, faktisht mas pari, jemi fat që kemi muj me përbalu financiaresh normalisht, por edhe që kemi gjithë gjutë përbasht. E kom edhe një vjehër që është jashtëzakonisht përkrase, që është me të vërtet shumë të duhen me pas me gjithat i gjindet dhe burit edhe neve kur do. E unë gjithmonë thëmë në shta knacia, kushtë që ka fëmi e din qëfar knacie, qëfar përmbushje shpirtnore është me pas fëmi. Mirë po për mu ka qenë
qysh ekstra më shumë, me thonë, shumë sinqerisht, sepse nuk menoj që më ka ndryshu jeta. Shumë shpesh më vjen njerëz, atë ka ndryshu krejt jeta. Tham jo, ti që I don't feel like që më ka ndryshu krejt jeta, sepse unë kam mujtë me vazhdu me qenë ndërmarrëse, me pas edhe jetë kështu, me dalë edhe në takime me burrin tem edhe aty me vazhdu me pas një jetë shoqënore, por edhe me qenë non. Gjithsesi më varet edhe çka don prej vetës edhe prej vetës si non. Për mua ka qenë një vendim që unë e di që nuk jam një non që kisha mujt me nejtë të shtëpia, me qenë gjithmonë veç me fëmijët, përkundër që gjithmonë thëmë, ajde në është fëmiju, tani 10 vene të lira, tani gjithë shka tjetër, do me thonë ato janë 10 parat janë të rezervume për fëmijin edhe me ditë që se ki fëmijon mirë, çfarë do gjendje emocionale si fizike, kur gjë tjetër nuk merr për para. Mirë po gjithmonë e kam cilësu ato, nështë edhe jom rrit prej nanës të tillë, edhe prej ambientit familjar, kur kam punu të gjithë, që më thonë du me pas ko kualitative, e jo veç shumë ko për shembull me fëmijët e mi, se mundohem me shfrytzu kështu shumë maksimalisht, kohët që jemi bashkë në mëngjese, masdite, me shpenzu bet vërtet kune, nuk e di që tash e shumë vite për para, unë asnjëherë nuk kam ja, së është fjala pak, anglisht resentment, është pak më e butë, se sa me pas inat fëmijës tonë, se po vjen pak si shumë e negative, po që s'kom arritun e me u bo diçka profesionalisht për shkak të fëmijëve. Nuk kom e ardha aty, sepse mendoj që e kemi gjetë një balans shumë të mirë po balanci nuk është e mundshme mos me pas mbështetje. Do më thonë, unë nuk moj me marë merita, që me thonë, se unë jam shumë e zoja, unë e kom di qka me bo, po I kom 2-3 veta rreth meje, që është shumë e rëndësi, sepse nuk mund është, që thash, nuk mund është me lonë keq, po për ndryshet qenunit non, për mu menoj që më ka bo lidere pak ma empatike, me pas qasje në mësim, pak më të shprehun, se e shet qysh mëson pak fëmijë, edhe pse na normalisht punoj me të rritur profesionist, po veç e kupton që ajo natyra njerëzore, gjithë e kena ka një fëmijë të vogël mrena dhe duhet ka njerë edhe me u marrë edhe me mujt me arrit, me u lidh me njerëz në nivel njerëzor, edhe mandej vinë pozitat e profesionet e gjana tjera. Mirë po, me mujt me kriju që atë connection ku mirë kuptohemi ka edhe fleksibilitet në punë edhe mundohemi me ndo ata me tonë edhe kështu si vlerë të kompanisë që nuk presim që se nuk jemi robota, nuk jemi çdo ditë në performancën më të mirën edhe na ndodhin gjana në shtëpi, na ndodhin jetë përditshme edhe veç presim me u komuniku se unë ju them edhe njerëzve që punojnë bashkë edhe veç unë sjetojnë krytondin, më mos me dita, edhe po mos am gjyko që s'po di, po komuniko që flasim edhe ti zgjedhim. Kemi nevoj, sot kam nevoj me bo pauzën 3 orë edhe tani, nuk ka problem, puna duhet me u kry, nuk po tham që është sa dush kur dush, se me gjithat punojnë për tregje shumë konkurente dhe shumë kërkuse me standard shumë atë në altë dhe në etik të punës dhe cilësis se në shtasën Kosova, se punojnë me treg Zvicran dhe Amerikan, kur na jena konkurent me krejt botën, ju kemi veç me njerës tjerë të Kosovës, edhe në qoftë se doj me maj qatë standard jetesës edhe qëtë cilësi të punës edhe me qitë Kosovën hartë për kësi shërbime, me mujtë me kriju më shumë punë në të ardhmen, normalisht që na duhet me bo punë të kualitetit shumë të naltë. Por, është e mundshme, për kënda që donë, por në gjithë më që tamë në qoftë se nuk je femën që po synon farë role liderit, për krahë një femën tjetër që po udhëhecse, për krahë një femën tjetër që po dane për mundët në shtatën. E vërtet. Dhe nëse na ndëgjuan shikuesit me vëmendje, mu pëlqeu ajo pjesa ku the që është zgjedhja më e rëndësishme në këtë rast të kesh një bashkëshort apo familjar të tjerë të cilët një farë mënyre përkrahin në ato synimet që ti ke. Jemi te minutat e fundit dhe gjithsesi për fund do doja ta di se cilat janë synimet e jetës dhe ku dëshiron jeta ta shë vetën në një të ardhme të afërt. Masi që ti shesëm një 3-4 kompani. Po, pikrisht. Me thonë drejtën, dhurat nuk është pyetje e lehtë. Po. Unë jam kështu shumë e mishnume me punën, nuk e shoh vetën tu pensionu, I kam disa mentor të mi që ma bojnë kur ki mu pensionu, thëm, I don't know, kur, sepse e shë vetën gjithmonë me. Jam shumë, me të vërtet, e kam punën, jam ndo këtë ka njerë vizioni ma I mire vetës në punë, mirë po, jemi të punu shumë, kjo kompani të cila është në rrugtim shumë të mirë,
na ofron një platformë që ndërtojmë matutje, shërbime shumë mira, të përshtatemi me trendet edhe teknologjike. Sigurisht inteligenca artificiale për në të ndonë kështë të gjithve në përditshmëri, në çdo fushë që je, neve në teknologji edhe më shumë. Edhe unë nga njerë përmendoj që edhe ata të cilët janë të e ideu këtë hapësirë, janë të e kriju ta mën teknologji, nuk e di nëse mundën me thonë kështu ku është bota ose industria mas 5 vjetëve, lemone që jenë veç konsumus të këtyne teknologjive, është me të vërtet zhvillime të paktën teknologjik është i jashtëzakonshëm. Mirë po, për mu ka qenë gjithmonë shumë e rëndësishme me pas një balans, edhe nga aspekti familjar edhe profesional, edhe synoj me çdo kusht me majtë të tillë. Sigurisht edhe na i vlla motër për Marsin, edhe më shumë edhe vllazën e motra kompanisën Kërzap. Mirë po, Kosova ka jashtëzakonisht potencial, na duhet me shfrytzu edhe mundësit për me majtë edhe rinin edhe kriju perspektiven edhe qatë vizion në vend, sepse veç mundemi me po e hasim këto zvoglimet në shtatë të popullsisë tonë. Mirë po, ka cilësi të jashtëzakonshme në vend, unë kom pas mundësi me shku me jetu në Amerikë dhe me punu atje dhe në shtatë vetë individualisht, nuk e din asnjëherë si do të ishte ai rrugtimi tjetër, mirë po, ke mujtë në shtatë me pas më shumë të ardhura. Nështë të ardhura, nështë ajrë më të mirë, nështë do benefitet të tjera, kështu më të mira, mirë po, me gjithat afërsia me familje, unë thëmë në Kosovë je pjesë e evolucioni, dhe më thonë jetë të në kohën, diçka është tu përmirësure te, ose ti je të pas drejt impact në që ato që më varë për i qëfar loj personi jemi, po mund të ofroj shumë kënaqësi. Jemi të përkushtu me vazhdu punën këto, edhe me të vërtet veç me qenë, me u njoftë Kosova pak për talentin, për rinin, po edhe për shërbime kualitative që përkasin edhe vlera me çmimin e tjera, do më thona duhet të shtim edhe pak më shumë kështu të betonohemi në këto shërbime. Po jemi mendoj që unë jam shumë jashtëzakonisht optimiste edhe pozitive edhe për të ardhmen e perspektivën e Kosovës, jemi shumë në rrugë të mirë. Pata edhe shumë pyetje tjera jeta, po nga i koha shumë shpejt, kështu që po shpresoj që të shihemi edhe erave tjera pse jo. Ishte shumë kënaqësi që të pata përballë dhe faleminderit për gjitha këto që ndajte me ne, po besoj që sadopak kemi mujt mesazhe të ndryshme nga përgjigjet tua me marr edhe gjitha ata që na shikojnë sot. Faleminderit shumë për ftesën, ka shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Ishte dashur kaq kishim sa i përket edhe këtij edicioni, përfund po i falenderoj ata që kujdesen gjithmonë për ne, platforma Telkos.